Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jeta ime, Selvia i jep lamtumirën e fundit në varrim Shpat Kasapit. Arkivoli i këngëtarit Shpat Kasapi, mbuluar me flamurin kombëtar shqiptar, po qëndron në Pallatin e Kulturës në Tetov, qytetin e tij të lindjes. Atje do të mbahet një mbledhje memorative për këngëtarin. Në sallë, nëna dhe familjarët të këngëtarit po presin njerëz që kanë shkuar për t'i ngushëlluar. Në një video shihet edhe bashkëshortja e të ndjerit Selvia, e cila me lot në sy jep lamtumirën e fundit babait të djalit të saj. Shpat Kasapi vdiq më datë 26 nëntor në moshën 40 vjeçare pas një sulmi në zemër. Ai do të varroset sot në orën 2 në varrezat e qytetit në Tetov. Kujtojmë që Shpati ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj të vitit 85 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinis me stilin modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë shumë këngë që u shndërruan në hite. Në vitin 2021, këngëtari u martua me Selvie Jao, por vetëm para një viti çifti, prindër të një djali, i dhan fund marrëdhënies së tyre.